Janë thirrur me thikë 2 persona të moshës rreth 19 vjeçare në Prizren. Spitali i përgjithshëm i Prizrenit ka njoftuar se njëri pacient ka paraqitur disa plagë në shpinë në regionin e Belit. Në njoftimin e spitalit thuhet se janë kryer ekzaminime të nevojshme mjekësore dhe radiologjike, si dhe është ofruar trajtim fillestar i plagëve në shërbimin e emergjencës. Spitali njoftoi gjithashtu se pas konsultimit me kirurgun kujdesar, pacienti është pranuar për trajtim të mëtutjeshëm në repartin e kirurgjisë, ndërkaq pacienti i dytë ka pasur një plagë në regionin e kofshës së djathtë dhe pas trajtimit në shërbimin e emergjencës është liruar për në shtëpi. Në 28 qershor 2026 rreth orës 10:00 në shërbimin e emergjencës së Spitalit të Përgjithshëm Primarius Dr. Daud Mustafa në Prizren janë pranuar 2 pacientë të lindur në vitin 2007, si pasojë lëndimeve të shkaktuara me mjet të mbret. Njëri pacient ka paraqitur disa plagë në shpinë dhe në regionin e Belit. Janë kryer të gjitha ekzamenimet e nevojshme mjekësore si dhe radiologjike, si dhe është ofruar trajtim fillestar i plagëve në shërbimin e emergjencës. Pas konsultimit me kirurgun kujdestar, pacienti është pranuar për trajtim të mëtutjeshëm në repartin e kirurgjisë. Pacienti i dytë ka paraqitur një plagë në regionin e kofshës së djathtë. Pas trajtimit dhe përpunimit të plagëve në shërbimin e emergjencës, ai është liruar për në shtëpi, thuhet në njoftim. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.